xhamia Yunus Efendi, e cila është ndërtuar si xhami që është në vitin 1551, që nga 1954 këtu. Pastaj ka marrë pamje tjetër kjo pjesë e qytetit, janë ndërtuar ndërtesat e reja, institucionet. Qezmja ujin e ka marrë në bazë të gypave që evidentuan në. A e dini se në sheshin e Prishtinës dikur ka pas xhami? Sa herë keni mujtë me hecë në sheshin e Prishtinës, por nashta se keni ditë që ka pas xhami. E hajde shkojmë bashkë këshirëm. Që kjo është pjesa që në vitin 2012 është zbuluar rastësisht edhe për një çeshme, por afër çeshmës ka pas edhe xhami. Pse s'ka më xhami e kur ka datuar kjo xhami, ne vazhdim mësojmë prej Tomor Kastratit, arkeolog. Vitin 2012 rastësisht është zbuluar një objekt arkitektonik, mbetje gjurmë nga një objekt arkitektonik i mëhershëm, i cili me rastin e punimeve ndërtimore që janë bërë në sheshin që lidhur në fakt është në afërsi të midis teatrit dhe Hotel Swiss Raimondi, ka dalë si objekt edhe është trajtuar pastaj në mënyrë institucionale nga Instituti Arkeologjik i Kosovës, i cili ka kryer pjesën e vet të hulumtimit edhe të dokumentimit, që atëherë domethënë është trajtuar si monument, më vonë ka hyrë në mbrojtje të shtetit si monument kulture, si qezmë e qytetit. Është vërtet që në afërsi, në bazë fotografive dhe dëshmive tjera, ka qenë një objekt tjetër, xhamia Yunus Efendi, e cila është ndërtuar si xhami që është në vitin 1551. Ndërsa e 51, po shekulli 16, edhe 1954 ajo rënoci në kuadër të një plani urban të kohës, ndërtimin e pjesës të re të qytetit Prishtinës. Ai kanë mëshuar ta shkatrojnë të vjetër, ta ndërtojnë terren kështu pak a shumë mëshuar. Edhe që atëherë, domethënë që nga 1954 këtu pastaj ka marrë pamje tjetër kjo pjesë e qytetit, janë ndërtuar ndërtesat e reja, institucionet. Kjo qezmë, sikurse edhe qezmë tjera të qytetit Prishtinës, kanë qenë në afërsi xhamive sepse kanë shërbyer. Çdo xhami ka pas afër edhe çeshme. Patjetër, ka çështje të abdesit, po edhe për me shfrytzuar si burim uji për banorët e lagjës. Kjo ndryshe quhet edhe xhamia Llokaçi sepse ku ka qenë një lagje në atë dhe banorët në atë kohë, edhe deri vonë në pas luftës së dytë botërore, banorët e qyteteve janë furnizuar me ujë nga qezmat në afërsi të xhamive, sikurse të xhamia e Katërdullave edhe xhamitë e tjera në qytet. Qezmja ujin e ka marrë në bazë të gypave që evidentuan në të lidhur me këtë pjesë me qezmës, ka ardhur nga ana e gërmisë. Nga ana e gërmisë. Gypat kanë qenë në formë, në fakt kanë qenë prej ceramike, që supozojmë se mund të ketë ardhur nga burimet e gërmisë për furnizim të kësaj zone me ujë. Ekzistojnë domethënë fotografi, dokumentacion dhe hulumtimit ditëve të para të këtij monumenti tashmë i njohur në sheshin ose në ato që ne përpara e quanim Korzo, tash ka marrë emra të ndryshëm, sheshe disa emra pak më modern. Po, govatën e kësaj qeshme ka pas edhe gur ose në fakt pjesë epitafeve. Në fakt ka qenë nëse zgjavë dy pjesë nga një epitaf, cilë pjesë ose fragmente ruhen në Muzeun e Kosovës, e që tregojnë se ato epitafet ka qenë në gjuhën osmane, me shkronja me alfabet arab, tregojnë se ato kanë ardhur nga një vend varrim i muslimanëve. Pas luftës dytë botërore, në kuadër të këtij projekti, në kuadër të këtij planit urban që e përmenda më herët, ta shkatrojmë vjetër, ta ndërtojmë terren, janë shkatruar edhe varret muslimane në një periudhë caktuar, jo për njerë, por ka zgjatur një kohë. Dhe epitafet apo ato gurët mbivarrora, me mbishkrimet të ndjerëve që janë ndodhur në ato varreza, janë shpërndarë nëpër qytet, por sidomos nëpër vende afër xhamive ose oborret xhamive. Kështu ka ndodhur edhe me xhaminë e madhe. Xhamia e madhe deri vonë ka pas gurë e varreve të shtruara në oborrin e saj, cilat janë heq me rastin e restaurimit
të xhamisë madhe nga organizata Tika, e cila po ashtu e ka restauruar dhe konservu këtë çizmë tash pas luftës.